Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk është palë kundërshtare e bashkësisë akademike. Përkundrazi, në bashkëpunim me universitetet, synon të përfundojë ligjin për arsimin e lartë. Këtë e deklaroi Ministria e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska para fillimit të debatit të 4 publik, i cili u mbajt sot në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në Shkup. Ministria theksoi edhe një herë se gjithçka që grupi i punës e konsideron të pranueshme do të përfshihet në versionin e ri të ligjit, i cili më pas do të ripostohet në ener për disa ditë. Procesot na donesuve një në jeden zak. Ditët e fundit kemi dëgjuar dezinformata dhe gënjeshtra se studimet me kohë të pjesshme po hiqen, se shteti nuk financon botimin e punimeve kërkimore shkencore dhe të tjera. Gënjeshtrat dhe dezinformatat, supozoj, duhet të jenë në dëm të ministrit ose partisë, por në thelb ato janë në dëm të shtetit dhe të rinjve që jetojnë në të. Dhe unë apeloj që kjo të ndalet, sepse ne jemi të hapur për çdo kritikë konstruktive dhe gjithçka që ne e konsiderojmë të jetë në rregull do të përfshihet në ligj. Ndërkaq, dekani i fakulteteve të arteve dramatike në kuadër të Universitetit Shën Kirili dhe Metodi, Besfort Idrizi, deklaroi se ata formuan një grup punues ku morën me këtë projekt ligj dhe thekson se dolën me një dokument voluminos ku janë të shkruara të gjitha vërejtjet që i kanë ndaj këtij propozim ligji. Ai veçoi anatomin ku tha se flitet për autonomin, por në të vërtetë më poshtë në përnenet e veçanta ajo anatomi thyhet. Por nëse do duhet të veçoj diçka, atëherë do ta kisha veçuar autonominë e fakultetit apo autonominë e universitetit dhe autonominë në përgjithësi në arsimin e lartë, sepse edhe pse në këtë propozim ligj në mënyrë deklarative thuhet autonomia, flitet për autonomi, por në të vërtetë më poshtë në për nenet e veçanta ajo autonomi thyhet. Dhe nga ana tjetër, me që jemi fakultet i arteve, artet si një veçanti apo si një specifik cilën e përmbajnë në vete nuk janë shumë të marra parasysh dhe bien ndesh me rregulla dhe ato gjërat cilat kërkohen nga ne si qoftë si fakultet, po ashtu edhe si krijues të artistëve të ardhshëm. Ndërkohë, lidhur me debatin me universitetet private, ministria tha se ai ishte konstruktiv dhe se ata ranë dakord për pothuajse gjithçka. Ndërsa e pyetur për mundësinë e arsimit të lartë falas, ajo shpjegoi se të gjitha kategoritë e studentëve që duhet ta kenë atë tashmë e kanë.